Lukman Hakimi i urti Lukman dhe zotëria i tij. Një ditë prej ditësh zotëria i tij mori vesh për Lukmanin që ishte një njeri shumë i zgjuar. Andaj ai vendosi të mësoj diçka nga ai. Dhe i tha: "Të lutem, më prej një kurban dhe më sill me pruj 2 pjesët më të këqija të kurbanit." Dhe Lukmani preu kurbanin me bismillah dhe ja solli gjuhën dhe zemrën. Zotëria e tij i tha: "Mirë, atëherë do presh kurbanin e dytë dhe do më sjellësh 2 pjesët më të mira të kurbanit." Lukman Hakimi përsëri i solli zemrën dhe gjuhën. Zotëria i tij i tha: "Mos je ngatruar paksa?" I tha: "Jo, nuk jam ngatruar. I pari është ai njeri që ka gjuhën dhe zemrën e keqe. Andaj mos e prish gjuhën, mos e prish zemrën. Dhe i dyti është ai njeriu i cili ka gjuhën dhe zemrën e mirë. Andaj mos e prish gjuhën tënde, mos e prish zemrën tënde. Bëhu zemër mirë, bëhu gjuhë mirë." Ky ishte pra Lukmani, i cili i solli një shembull mjaft të fuqishëm zotëriut të tij, që ky shembull duhet merret mësim dhe nga ne. Andaj, rregulloni zemrat e juaja me madhrim ndaj Allahut te la bi dhikrillahi tatma'innul qulub dhe me përmendje të Allahut me gjuhët e juaja bëhuni dhakirin, shumë përmendës të Allahut. Selam aleikum.